E shikos të dashur, këto ishin lajmet e kësaj dite, disa prej informatave të cilat i nda me ju, por ne do të vazhdojmë me lajmet të tjera dhe informatat të tjera, por që në këtë rast na vin nga bota e showbizit dhe do të diskutojmë bashkë me uratën që e kemi këtu në studio. Mirëmëngjes, mirë se ka ardhur. Mirëmëngjes, Knisa. Çka kemi të re nga bota e showbizit, çka po ndodh me VIP-t tanë këtu në vend dhe pastaj në përbot, po cilat ke përgjithë sot për me i nda me ne? Po, unë kom përgjithë Dafina Zecirin, i cila është bashku me iniciativën për zhvillimin e hershëm të fëmijëve. Në më thonë Dafina Zeciri, që është e njohur me famë në skenën shqiptare, se fundmi është bën nanë. Edhe këtë rol tri që e ka marrë, tash ajo po vizdisohet edhe ma shumë sa e përket fëmijëve dhe po interesohet ma shumë për fëmijët. E me 21 tetor të këtij viti, ajo bë pjesë e programit të UNICEF-it, ku gjatë një vizite të UNICEF-it në Kosovë, gjatë një vizite në një kopsht të Prishtinës, por me promovu në rëndësinë e zhvillimit të hershëm të fëmijëve. Edhe për te këtëve fjalëve, iniciativa përshin një bashkëpunim me institucione parashkollore, stafin edukativ edhe prindërit, që më siguru që fëmijët më zhvillu sa ma mirë. E pse është interesante kjo, është se një ftyrë publike, se Dafina Zeciri të regon që ka nëse si shkuam ishtë Dafina Zeciri dhe po të shinkon edhe artist tjerë, të regon që të këta artist ka dhe diçka tjetër përveç muzikës. Edhe i kushtojnë rëndësi, sidomos edhe fëmijëve edhe për krajës këtyre iniciativave cilat bërë. E sidomos nga UNICEF, kur e dim rëndësinë që u japin programeve që i kanë sidomos për nanat, për fëmijët në përgjithësi, edhe kryesisht fokusën e kanë aty më së shumte, që me u zhvillu dhe sa i rëndësishëm është kopshtet dhe zhvillimi në familjet të hershme. Jo vetëm nga ana edukative, po flasem edhe nga ana sociale, pastaj e emocionale edhe për ta. Mirë, edhe me sa pas për mes fotove, fëmijët kanë qenë ndoshta atë moshës 4, 5, aty diku se po vreqe edhe për njojnë Dafinë. Të paktën e kam pa një herë. E një kujtim shumë i bukur edhe për ta, pa tjetër që po, një mbështetje edhe për këtë iniciativë, ndoshta edhe fansat e tjerë cilët mundën me u botash ose janë nana, janë prind, me vu theksin edhe ata aty dhe me u vedisu në fakt edhe me japë edhe më t'i përrëndësi zhvillimet në familjet të hershme. Po, edhe një detaj ashtu interesant është që në postim e ka shtrua ashtu si nën e re, po e kupton që dhe më thonë rëndësin e fëmijëve, zhvillimet e fëmijëve. Po, e vërtet. E ka një lajmë tjetër, kondër me Dafinën. S'ka të bëj me fëmija, ka të bëj vesh me muzike. Gjenda Ismaili, u bo virale në TikTok. Qysh u bo virale ajo? Ashtu postu video, e qka? Një këngë e saj vitit 2010, ka dhez që tash, po jo që ka dhez veç në Kosovë, po ka dhez në vendet të ndryshme të botës. Në botë trend global. Edhe pse si fëmi, unë e di që e kemi idolizu krejt Gentën, edhe na ka pëlqy njëra forma lëvizit sa shpejt, ka lëvizit dhe ka valzu, ka këcy, ka bo ato koreografit e saj shumë interesante. Genta po ashtu edhe Adelina, Ismaili, që kanë qenë, do thot ajo kategoria, që mësë shumë të si të ri ose si fëmi i kemi idolizu. Një kohë Genta nuk ishte shumë në skenë, kurse tash është këthy, jo me këngë të re, po me këngën që dikura, prej vitet 2010. Prej vitet 2010. E që po e shojma për mes pamjeve, duke imitu edhe Gentën. Po, që është interesante, cila pjesë ka dhez ashtë, është dhe me thonë, qëtoj lëvizje që the qysh ka kësy e krejt, po edhe një pjesë që thot do it like a black girl, do it like a white girl, and Latina. Po, e tash në këtë video për bojnë, dhe me thonë, do it like a black girl, like a white girl, dhe like Latina. Të gjitha komunitetet, po përfshihën këto në këtë video. Shumë interesante për ndryshe. Unë se e kom pa në fakt që për qarkullon diçka, po nuk kom pas ku me hy, me po për çka ose cila këngë, nuk e dita ka realizu diçka trena i projektri, nuk është se fokusova ti për shumë, po ta që për shumë video po duket shumë e mirë. A ka reagu Genta diçka jo? Po, edhe reagimi saj u konë mja pozitiva, ashtu edhe më thonë qëto video që po i bojnë këta tiktokerat, kjo dhe për në ripost në tiktokën e saj. Mirë shumë për Genta. Bë me ndjo këthy për sërit hajo. Po fix, ta është dhe më thonë, na shqiptarë që shqie, na me njerë Albania is mentioned, dhe më thonë që krej këta të hujt, tiktokera të hujt, dhe më thonë që si janë shqiptarë që po përmenin Shqiprin. Po, këta të hujt po thojnë
Albania is mentioned, but in what cost, ashtu, qysh u përmen. E jo, dhe më thonë, krejt janë komente pozitive. Pra, mundet shpesher me u marrë si një promovim i mirë, po edhe prej disave jo dhe aqë, sepse ka edhe më tepër. Po si të qofë, sa i përket muzikës edhe sportit, në shumë vendet të tjera, e din Kosovën, e din Shqipërinë, kështu që e njohen, pse jo, njëhet zërit, dëgjot muzika Shqipë dhe në vendet tjera. Qofë për mes gendës, qoftë edhe për mes këngëtarëve, artistëve të tjerë. Po më rëndësi genta e ka më shumë sportivitet. Kjo është e rëndësishme, po. S'po mundët me bo lëvizjet as njona me sa po e shës të genta. Këtu pak se pas ka një tjerë. Qka kemi tjetër? Tash dalim pak lajmet nga bota, ku këngëtarja Rihanna ka humba përsisht $36 milion pas dështimit me një markë të njohur, e cila është Louis Vuitton dhe Moet Hennessy, ku në vitin 2019 këngëtarja dhe më thonë e ka lansu markën e saj Fenty Beauty, e tani me një bashkëpunim që nuk i ka ecë, këngëtarja i ka hub $36 milion. Nuk, do thot nuk ka shku mira, bashkëpunimi që ka pas me këta, po marka e saj Fenty po vazhdan, po përdorët edhe është si linë, do thot në shqitje, edhe me sa e shoj përdore mjaft shumë, edhe në Kosovë, për edhe në vendet të tjera. Nështë edhe vetëm pëse është e Rihanës, po edhe për shkak se ka diçka atë. Diçka interesant për vjen që si pas ka ecë Rihanës. Gjithashtu dhe më thonë... Pas ka pas sukses. Po, edhe marka tjetër ka dojnë në humbje, se ka kërku të më thonë me bë bashkëpunim me marka më të mëdhaja, edhe më thonë kjo bashkëpunim u shu edhe të dy palët kam pas humbje. Edhe pas ka pas një humbje të madhe, 36 milion nuk është pak, a? Po prapë se prapë edhe media të thonë edhe pse ajo i ka hub $36 milion, akoma dhe më thonë e ka atë pasurinë e saj që... Ka milion shumë tjë. Nuk është problem, po si të qoftë edhe ata, edhe këta njerëz të famshëm, me famë, ose që janë të suksesshëm, i kërkojnë sukseset një nga një, e nuk duan dështime, po si të qoftë dhe një dështim në jetë dhe në karierën e tëre, qoftë në muzikë, qoftë edhe në marka të bukurisë, apo dveshjeve, qofshin sportive, diçka tjetër, mundet me pas dështim, po që kërkojnë pa tjetër me pas edhe sukses. Urojmë që me bashkëpunime tjetë, Rihanës. Në mëmësi të pak të në asaj po jetës mirë shumë. Lojme të mira ka nga jo. Urojtë qka që shë ki planifiku së ditën? Keme qenë Express, ka diçka që mundën me ndjek edhe me pas shikuesit, nga të rega pak edhe të përmbyllën këtë visit. Sot nuk jemi në Express, po kemi me lojme tjera, me showbizet e tjera, që mundemi pa në portalet dhe në rrjetet sociale të Koha.net. Atëherë Koha.netin, këtë video, kanalin zyrtar të Koha Vizionit në YouTube, mos harroni me ndjek, urat faleminderit shumë për kohën, kënaqësi që u takuam. Gjithashtu. Dërsa një tani do të shkojmë me një blog të shkurtër të marketingut dhe para se të vazhdoj, sepse e kemi bisedën ku do të flasim pra për tatimet tona financiare, bizneset, dua ta ndaj një lajm me ju, i cili mbrëm pra është ndarë nga kryeministri në detyrë, Albin Kurti, në profilin e tij në Facebook. Ka thënë Kosova në mesin e shteteve më të sigurta në botë për të investuar. Nga 226 shtete renditemi në vendin e 26 sipas indeksit global të rrezikut dhe qëndrueshmërisë së investimeve të publikuara nga organizata Henley. Jemi të parët në rajon në këtë indeks, si dhe shumë pozicione përpara disa shteteve anëtare të Bashkimit Evropian. Kështu ka shkruar Kurti, ky rankim i Kosovës është dëshmi e radhës e rritjes ekonomike dhe fuqizimit të sundimit të ligjit dhe sigurisë, sektor të cilit bëjnë të mundur që të kemi ambient të përshtatshëm për të bërë biznes dhe të ofrojmë mundësi për investim në shumë fushë. Përkundër thot krizave globale dhe sfidave të shumta nga faktorë të jashtëm, shteti ynë vazhdon të forcohet, të ofrojë kushte më të mira për zhvillim socio-ekonomik dhe investime të sigurta. Sa i përket këtyre investimeve, sa i përket bizneseve, çka po ofron shteti, cilat janë lehtësimet që japën për bizneset e reja, kush duhet të paguajë tatim, çka shtatimi në fakt, çka janë kontabilistët, a mundemi me funksionu si biznes pa një kontabilist, a i kuptojmë të gjithë pasqyrat e financave, madje unë e pashtë edhe në video të mysafirës cilën do ta kemi këtu në studio, që edhe ata të cilët punojnë nga shtëpia duhet të paguajnë ta tema dhe ata të cilët postojnë në rrjetet sociale, ne gjitha këto do t'i diskutojmë dhe do t'i thjeshtësojmë në studio, sepse jo të gjithë marrin vesh nga numrat, marrin vesh nga financat, jo të gjithë mundemi me i kuptu. Po në një bisedë të radhës do të mundohemi që ta thjeshtësojmë edhe këtë. Po ju pres me njëherë pas marketingut.